Shef si jashtëzakonisht si, më thëmë njësë jashtëzakonisht briljant dhe i sigurisë, çka tha është duhet thëmë e saktë, por mendoj që Kosova nuk ka rrugë tjetër, Kosova është orientimin dhe qasjen e ka në kampin propërndimor dhe por është shërbave në këtë rast. Nuk flas për shtetet tjera, nuk flas në cëllin kamp është edhe me përkraje kështu maksimale të diku tjetër, por me shërbave po si po. Dhe mendoj që është bërë vija ndarjes. Në Serbi mendoj që presin me padurim që të ketë ndryshim në gjeopolitikën botërore. Ajta që është edhe në dobësimin, në thojzat të Amerikanëve, që ajo nuk do ndodhë. Ende Amerikanë një fuqia, më të thëmë, perandorike, sa i përket aspektit militarist, por edhe të ndikimit ekonomik dhe diplomatik në botë. Edhe kjo mendoj që në atë se kur rështohet Kosova dhe cili është proksi pro dhe kondër, atër shifet që realisht kundërshtarët e pavarësisë e Kosovës gjendën ato afër ku është Rusia, po në këtë rast edhe Irani. Por mendoj që më rëndësi është që Kosova të vëzhgoj këtë situatë, nga se implikime